Të dashur shqiptar, sot e kam ndier veten sikur më ka goditur dikush me tenxhere në kokë. Nga një arbresh. Mënyra e tij e sjelljes, e përkryer, sakrifica e tij e jashtëzakonshme. Ai po më shpjegonte fjalën sill në gjuhën arbreshe. Fjala sill në gjuhën arbreshe ka kuptimin diçka shkëlqyer, e përkryer. Ka marrë kuptimin shkëlqim. Nga vjen fjala sill, shkëlqim, vjen nga fjala sjellje, sjellje e mirë. Arbreshët përdorin fjalën sillu edhe për shkëlqim, edhe për sjellje të mirë. Po ky arbresh më dërgon një fjalë tjetër, qell, që është origjina e fjalës gjell, origjina e fjalës sill. Ky arbreshi në Facebook dhe më ka shkruar edhe në YouTube, poshtë filmit. Unë thoya që fjala sill vjen nga sila, që do të thotë gjell në gjuhë slave. Mirëpo gjuhët slave kanë variantin satem. Gjuha shqipe ka dhe variantin kentum edhe satem në të njëjtën kohë. Gjuha shqipe në Shqipëri është varianti satem. Satem është mënyra se si shqiptohet fjala 100 në gjuhën sanskrite dhe në gjuhën e Avestanit. Pra, k-ja nistore bëhet s në gjuhën sanskrite dhe në gjuhën e Avestanit edhe në gjuhën slave. Është edhe në gjuhën shqipe s, tek sill. Por në gjuhën arbreshe është qell, fjala sill. E çka kuptimin qella? Është silla që sjellin gratë burrave të tyre në ar kur punojnë. Ky është kuptimi i fjalës sill në gjuhën arbreshe. Pra, nuk është faji ynë. Ne nuk dim arbërisht. Urgjentisht duhet sjell gjuha arbreshe në Universitetin e Tiranës dhe në të gjitha universitetet e Shqipërisë. Urgjentisht i bëj thirrje çdo drejtori shkolle, edhe shkollave të mesme, të futet një kurs i arbërishtes urgjentisht, do të thënë të sillen arbreshët në Shqipëri. Këto filma janë fillimi i revolucionit arbresh. Në gjuhën arbresh është ruajtur dhe varianti kentum dhe satem, gjë që s'ka ndodhur në asnjë gjuhë tjetër indo-europiane. Pra, ajo që kam thënë unë që gjuha shqipe është gjuhë nostratike qendron. Në gjuhën shqipe ekzistojnë të gjitha variantet e gjuhëve indo-europiane, ndërkohë që në gjuhët e tjera këto kanë ngrirë, janë bërë ose satem, dhe gjuha shqipe kështu është bërë satem. K-ja nistore bëhet s, ose kentum, gjuha greke është gjuhë kentum, edhe gjuha latine. E vetmja gjuhë që sillet edhe si kentum dhe satem është gjuha shqipe dhe gjuha tokariane është një gjuhë e vdekur. Tokarianët e flisnin këtë gjuhë në Azinë e vogël dhe ata u përzun nga persët, u sërgjynosën për në shkretëtirat e Kinës dhe atje vdiqën dhe janë gjetur tekstet tokariane të ruajtura si dje edhe trupat e tokarianëve të varrosur në rër, sepse në rër nuk mbijetojnë bakteriet dhe nuk prishet trupi, nuk prishen edhe tekstet, papiruset dhe është ruajtur gjuha tokariane të dashur shqiptar. Pra vetëm gjuha tokariane që është gjuhë e vdekur dhe gjuha arbreshe ruan k-n dhe s-n nistore. Po ashtu në universitet na kanë mësuar që nga mbiemrat nuk vijnë emrat në shqip. E pra sill vjen nga e sillme. Është fjalë në gjuhën arbreshe, e sillme, do të thotë e sjellur. Pra arbërishtja ruan edhe variantin satem të shqipes, sill, edhe variantin
kentum, qellë. Tani, përse nuk është varianti e qilme, sepse përkon me folje në Shqip të lësh të zën. Dhe është bërë fjalë tabu, e qilme, por unë sot do t'a fus në gjuhën Shqipe. Kjo është origjina e fjalës qelloj. Qelloj është e qilme, nuk më ka shkuar ndërmend. Do më thonë, kjo u bë gjatë regjistrimit të filmit, doli kjo fjalë tani para syve tuaj. Pra, në gjuhën slave ka marrë kuptimin fuqi dhe gjell. Në gjuhën Shqipe mendoj që gjell vjen nga jela në serbisht, jo. Qeja dhe gjëja në gjuhën Shqipe janë bashkëtingëllore. Të pazëshme q dhe e zëshme gjë. Një lloj si SZ, TD, dhe qeja dhe gjëja kështu sillen. Pra gjellë është qellë. Kam edhe kuptimin jetë. Fjala gjell. Në gjuhën arbëreshe, gjithashtu. Pra gjuha arbëreshe i ka ruajtur të gjitha kuptimet e Shqipes. Fjala më e bukur arbëreshe është dëlgoj, nga inteligo, kuptoj. Në Shqip është prishur, në dëgjoj. Është gabim në gjuhën Shqipe. Shqiptarët e kanë prishur gjuhën. Pra gjuha arbëreshe është më e mirë, më e pastër se gjuha Shqipe. Po të heqen fjalët që kanë hyrë nga italishtja në gjuhën arbëreshe, shumë lehtë dallohen, sepse kanë të njëjtën mënyrë të shkrimit, por shqiptimi është krejt tjetër në gjuhën arbëreshe. Pra këto fjalë të gjuhës siciliane dhe të gjuhës italiane hiqen shumë kollaj nga gjuha arbëreshe, një lloj siç hiqen shumë kollaj fjala kollaj turke, siç hiqen shumë lehtë fjalët e turqishtes nga shqipja. Janë hequr shumica e tyre nga shkrimtarët shqiptar. Edhe shkrimtarët arbëresh mund t'i heqin shumë lehtë fjalët italiane. Dhe duhet bërë sa më shpejt kongresi i gjuhës arbëreshe, jo shqipe. Shqipja është pjesë e gjuhës arbëreshe. Ne jemi varianti satem. Pra origjinalja ka qenë kjell. Fjala kjell në gjuhët indo-europiane do të thotë rrotullohem. Dhe kjo kjell është ruajtur në gjuhën tokariane. Rrotullohem. Në gjuhët gjermanike është bërë fjala qaf. Fjala qaf është me origjinë nga turqishtja, mund ta heqim. Dhe të vendosim fjalën kjell, i thon qafës. Shikoni sa bukur si pastrohet shqipja shumë lehtë. Tani këto fjalë nuk janë fare në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Norbert Jokli vuri re që fjala sjell dhe kul dhe përkul vijnë nga njëta rënjë. Pra sot përfundimisht, fjala qellë, gjellë dhe sillë kanë të njëjtën origjinë. Por e qillme është hequr, ka mbetur e sillme. Dhe emrat vijnë nga mbiemrat në Shqip. Pra unë kam kundërshtuar këtë në të gjithë filmat e mim përpara. E kam kundërshtuar që dielë vjen nga e diela. Sepse e diela është mbiemër. Atëherë diela është mbiemër i fjalës diell shkëlqej. Ky është një zbulim tjetër i madh. Diell do thotë shkëlqesh, folje. Një lloj si sjell. E pra po të mos kisha bërën këto filma nuk do e dija kur. I lajmi vjen nga greqishtja dhe ilirishtja talalima, thashë themet. Dhe kjo është bërë i lajmi, është bërë mbiemër në gjuhën arbëreshe. Nga i lajmi, trajtashquar, ka ardhur trajtashquar e emrit lajmi. Po ashtu, të gjithë emrat mashkullor kështu krijohen. Nga trajtashquar e mbiemrave. Kjo është për te imagjinatës njerëzore. Pra, po të mos kisha bërë këto filma për ju, në jetë të jetëve, nuk do e kisha menduar që emrat në gjuhën shqipe, trajtashquar e tyre vijnë nga mbiemrat. Pra sillë vjen nga e sillme. Është në gjuhën arbëreshe.
Dhe sill në gjuhën arbreshe ka kuptimin diçka e shkëlqyer, nga kuptimi sjellje e mirë. Çmenduri. Kanë dalë të gjitha këto kuptime nga shkrimtarët arbresh. Arbreshët e kanë zhvilluar gjuhën e tyre në mënyrë paralele me shqipen. Por nuk kanë ndikuar arbërishtja mbi shqipen fare. Janë zhvilluar si dy gjuhë të ndryshme. Por tani këto gjuhë duhet bashkohen urgjentisht. Tani shikoni se sa serioze është puna në Shqipëri, se ç'po ndodh në Shqipëri, çmendurira po ndodhin. Në universitetet shqiptare janë futur kurse për mësimin e mbishkrimeve greke në Shqipëri. Sepse të gjitha mbishkrimet në Shqipëri janë greke, të gjitha. Por gjuha shqipe nuk vjen nga greqishtja. Dhe ilirët ose indigjenët në Shqipëri kanë qenë sklever të grekërve për më shumë se 1000 vjet, derisa romakët u futën në Iliri. Kjo është e vërteta. Kemi qenë sklever të tyre. Ka patur koloni greke në çdo cep të Ilirisë. Dhe emrat e fisëve ilire janë sharje në greqisht. Drilon do thot organ mashkullor. Breukoj do thot vemje. Dhe sharje të tjera të pista. Dhe sharja më e fundit është amantis. Do të thot përftëresht që nuk bën dot parashikime. Nga amantike, grua që bën parashikime të gabuara, që nuk parashikon dot, përftëresht sharlatane. Dhe amantia është sharje në greqisht. Është origjina e ilirëve amant, ju betohem. Dhe ne mendonim se kjo vinte nga fjala ame e shqipes. Jo. Këtë zbulim e kam bërë unë. Pra në Shqipëri ka patur ilirë që s'kuptonin greqisht. Dhe emrat që ishin sharje në greqisht janë bërë emrat e fisëve ilire. Dhe Penestaj është emri i fisëve ilire në Dibër. Penestët ishin sklever për më shumë se 1000 vjet. Kjo është e vërteta e hidhur. Por gjuhën e pastër e kanë ruajtur arbreshët më mirë se shqiptarët. Dhe shqiptarët çfarë po bëjnë? Po zbulojnë qytetet greke dhe po shqyrtojnë gjuhën greke në universitete, duke menduar se greqishtja është origjina e shqipes. Sa e gabuar si ide, shumë e rëndë. Dhe në kryet partisë në pushtet dhe në opozit janë grek ose të ashtu quajtur grek, që janë shqiptarë të helenizuar. Pra po i kanoset një rrezik shumë i madh Shqipërisë. Dhe filmat e mi nga studime gjuhësore janë kthyer në filma politik, krejt pa dashur, sepse politika lidhet me gjuhën. Në fakt, vepra e Homerit është vepër etimologjike, zbulimi im. Homeri shpjegon origjinën e fisëve greke, që ai mendon se janë greke. Përfshi këtu dhe fiset ilire, i shpjegon gabim. Dhe fisin amantia, ai e shpjegon nga fjala abantia dhe nga fjala eubea. Gabime ka Homeri, apo jo? Kjo quhet turbohelenizëm. Pra Homeri sjell si sharlatan. Çdo gjë bën greke. Dhe skupton amantia që është sharje, Homeri. A shikoni çfarë gjeniu që jam? Dhe tani të gjithë thonë, pse i thua vetes gjeni? Po gjeni jam pra. Por jam bërë gjeni me ndihmën e arbëreshëve. Pra gjenialiteti im është dashamirësia e arbëreshëve, sakrifica e tyre, sepse ata mund ta kishin marrë këtë, ta kishin botuar në emrin e tyre, por jo, ma dhuruan mua. Pse e din që jam i sinqert, që them të vërtetën, nuk gënjej. Pra, kjo është dhuratë e ndjekësve të mi arbresh. Më kanë shkruar mua që fjala qellë do thot gjell në gjuhën arbreshe. E qelme në gjuhën arbreshme do thot e sjellme. Pra, sillë është emër mbiemëror nga e sjellme. Një lloj si lajmi është emër mbiemëror nga i lajmi. Lalima në gjuhën greke.
Pra ka hyrë në gjuhën arbreshe, kjo fjalë, pastaj ka hyrë në shqip si i lajmi dhe pastaj është bërë lajmi. Pra, përfundimisht, kështu janë krijuar shumica emrave në shqip, nga mbiemrat. Po kjo është ndaluar në çdo universitet në Shqipëri, thuhet që mbiemrat vijnë nga emrat. Jo, emrat vijnë nga mbiemrat, si në greqisht. Kjo gjë ndodh në greqisht dhe në shqip. Sepse mbiemri sillet si pjesore e foljes, prandaj. E pabesueshme. Tani këtë fjalë ka studiuar Holger Pedersen, por nuk e ka thënë fjalën qiell, nuk e dinte. Sepse ai ka udhëtuar në ishujt e Greqisë, nuk ka qenë në arbreshët e Italisë, Pederseni. Ai e mendonte që mund të jetë kjo fjalë, por nuk e gjeti, nuk e kishte në studimin e tij. Këtë fjalë ma sollën mua arbreshët. Po kush e merrte me mend që do linte interneti? Tani çfarë ndodh? Njerëzit e mi janë shumë të trishtuar që unë ju them të vërtetën. Vajza që erë më qabejt, shfrytëzon internetin, shfrytëzon inteligjencën kompjuterike dhe i aktualizon veprat e babait të saj. Dhe duket sikur janë zbulimet e qabejt. Jo. Qabej ka vdekur kur unë isha 10 vjeç. E kuptoni apo jo? Nuk kishte atëherë internet. Qabej nuk dinte gjë për gjuhën e arbreshëve dhe vepra e tij, e Qabejt, doktoratura e tij është gjuha e arbreshëve. A nuk është kjo ironike, qesharake? Qabej duhet ta dinte që qellë i thon gjellës. E pra nuk e dinte, nuk e ka këtë në veprat e tij, por Brikena do ta shikoj këtë film, do ta aktualizoj veprën e Qabejt, do dali botimi i ri i Qabejt dhe do dali zbulimi i Qabejt nga bota e përtejme. Ndërkohë që unë them të vërtetën, mua më kanë shkruar arbreshët, ky është zbulimi i arbreshëve, ata janë anonim sepse ju vjen rënd të grinden me turbo-albanët. Vetëm unë kam marrë kurajën të grindem me ta dhe më kanë kërcënuar që nuk kthehesh dot në Shqipëri. Turbo-albanët janë bërë shumë të rrezikshëm. Kanë hapur parti politike, shtëpinë botuese Dodona, kanë hapur akademinë e rrënjve tona dhe po e diskreditojnë gjuhën shqipe përpara popullit të Kosovës, popullit shqiptar në Maqedoni, popullit shqiptar në Malnezi dhe tek çamët në Greqi. Këta po e sabotojnë gjuhën shqipe, janë njerëzit më të ndyrë dhe më të poshtër, turbo-albanët. Po diskreditojnë gjuhën shqipe. Dhe kanalet televizive që nxjerrin turbo-alban duhen gjobitur ose duhen mbyllur përfundimisht. Pra, përfundimisht, këtë zbulim e kanë bërë arbreshët. Dhe fjala sjellë dhe qellë janë me të njëjtin burim nga qiell, do të thotë sjell. Dhe gjuha shqipe sillet edhe si gjuhë centum, edhe si gjuhë satem. Pra është vërtet gjuha shqipe gjuhë nostratike. Nuk kam gënjur. Është në kuptimin nostratike që ruan forma të tilla fjalësh që janë të ngrira në gjuhët e tjera, ose në një variant ose në një variant tjetër. Gjuha shqipe i mban që të dy variantet. Pra është e dëmshme të zhduken dialektet. Gjuha shqipe ekziston vetëm në forma dialektore. Kaq primitive është gjuha shqipe. Është vërtet gjuhë nostratike, primordiale. Ky është film që duhet nxjerrë në Kombet e Bashkuara. Do të them edhe një fjali të fundit. Të gjitha kanalet televizive në Shqipëri kanë bërë para me gjakun e shqiptarëve. E them këtë deklarat. Gazetarët shqiptarë janë gazetarët më të ndyrë të botës, sepse kanë bërë karrierë duke përshkruar vrasje. Shqiptarët shikojnë vetëm vrasje nga viti 1997 deri në këtë moment që po bëjmë këtë film,
vetëm shpjegojnë vrasje, bandat, që mund të zhduken brenda ditës, po të dojë kryeministri. Shtetërrethimi plot, asgjësimi bandave në një ditë. Por kryeministri është zgjedhur nga bandat. E kuptoni apo jo? Është kryeministri i bandave, dhe gazetarët janë gazetarët e bandave. Përfaqësojnë interesat e një bande kundër një bande tjetër. Gazetarët shqiptar kanë më shumë informacion për bandat sesa shërbimet sekrete europiane. Nga i morën gazetarë shqiptarë këto informacione? Pa mendoni njëherë, një gazetar që nuk merr rrogë as për të paguar qiran. Kemi një gazetar, fantomas i thonë atij, që del në të gjitha ato vende ku trafikohet, kur janë trafikantët shqiptarë, edhe ai del aty, përshkruan miniera të ndryshme, përshkruan hotele të mrekullueshme me 7 yje, ky gazetari. Ai zyrtarisht e merr rrogën 43.000 euro në muaj, ky gazetar. Po çfarë bën ai? Ai reklamon pikërisht pra përfaqësuesit e bandave kudo në botë. Ky është gazetari i bandave, fantomasi. Dhe fytyra e tij është në Instagram, është në rrjetet sociale. Ai dhe Jevgat janë më të përfaqësuarit në Shqipëri. Dhe gjuha shqipe po rënohet. Gazetarët e vërtet nuk e nxjerrin dot zërin e tyre, nuk merren dot me gjëra të bukura. Në Shqipëri, të gjithë gazetarët i kanë duart me gjak. E kuptoni apo jo? Të gjithë kanalet televizive flasin vetëm për vrasje, për asgjë tjetër. Nuk ekziston asgjë e bukur në Shqipëri, more, e kuptoni apo jo? Modeli i lavireve dhe i banditëve është bërë modeli për rinin shqiptare. Dhe filmat e mi janë një mrekulli e botës, më besoni. Jo vetëm që sjellin origjinën e fjalëve të gjuhës shqipe, por po sjellin rendin në një kaos të vërtet në Shqipëri. Prandaj janë kaq të bukur filmat e mi. Por janë bërë me ndihmën e arbreshëve. I falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim me filma të tjerë shkencore të dashur shqiptar.